Thank you. Kandidatja demokrate Hillary Clinton në fjalimin e saj pas humbjes së zgjedhjeve presidenciale ka falenderuar stafin e saj të talentuar dhe të përkushtuar, duke e quajtur si nderin më të madh që ka qenë kandidatja e tyre. Miliona vullnetarë që kanë ndihmuar gjatë fushatës, kandidatin për zëvendës president Tim Kaine, bashkëshortin Bill Clinton dhe vajzën e tyre Chelsea, si dhe ka shprehur mirënjohjen e saj të thellë për presidentin Barack Obama dhe zonjën e parë Michelle Obama. Donald Trump is going to be our president. Mbrëmurova Donald Trumpin për fitoren dhe ofrova të bashkëpunoj me të në emër të vendit ton. Shpresoj që ai do të jetë president për të gjithë vendin ton. Më vjen keq që nuk i fituam këto zgjedhje për vlerat që ne ndajmë. E di sa të zhgënjur ndjeni, sepse dhe unë ndjej këtë, por dua që të kujtoni se fshata jon nuk ka qenë kurrë për një person, por për ndërtimin e një vendi që e duam kaq shumë. Ne duhet ta pranojmë këtë rezultat. Donald Trump do të jetë presidenti ynë dhe ne duhet t'i japim një shans për të na udhëhequr. Gjatë fjalimit Clinton u bëri thirrje e mbështetësve të saj për të mbrojtur vlerat dhe se ëndra amerikane është e madhe për të gjithë. Përgjegjësia jonë si qytetarë është të vazhdojmë të bëjmë detyrën tonë për të ndërtuar një Amerikë më të fortë, më të mirë, më të drejtë që ne kërkojmë, tha ish sekretarja e shtetit. Clinton e mbylli fjalimin e saj duke thënë se në jetë ka fitore dhe humbje, por se duhet të luftojmë për atë që është e drejtë.